Në këtë eksperiment do masim presionin e atmosferës që ushtrohet në nivelin e detit. Ne llogaritet që ky presion është rreth 1 kg për centimetër katror ose 10 ton për metër katror peshë e atmosferës në sipërfaqen e tokës. Megjithëse ka një presion shumë të madh, ne shohim që shisha nuk shtypet. Pse? Sepse ka të njëjtin presion dhe nga brenda saj. Dhe kështu që presioni jashtë dhe brenda ekuilibrohet dhe shisha qëndron në rregull. As ne nuk shtypemi, se kemi pak presion nga brenda dhe tjerë. Do mundohemi tash që të shohim shtypjen e jashtme, që t'i heqim atmosferën, të heqim ajrin shishës nga brenda, sadopak, me qëllim që shohim shtypjen nga jashtë që i vjen shishës prej atmosferës. Ne do e heqim ajrin nga shisha sadopak dhe ky presion, ky ekuilibër do prishet dhe presioni i jashtëm do rritet në krahasim me presionin e brendshëm, sepse do kemi më pak ajër, më pak presion nga brenda. Dhe do shohim që shisha do shtypet nga presioni i fuqishëm që është nga atmosfera. Do ngrohim ajrin nga brenda, duke ndezur këtë letrën. Ajri po rallohet, doli shumë ajër jashtë, dhe tash shisha, megjithëse u doq pak, ka më pak ajër brenda se normalja. Nëse unë këtë ajër do ta ftoj tash nga jashtë, ajri do tentoj të kurret, duke ulur dhe më tepër presionin. Dhe kur ulet presionin do fitoj presionin jashtë dhe shisha do shtypet fare. Ajri u tkurr duke ulur presionin e brendshëm dhe më tepër dhe fitoj presionin jashtë dhe shisha u shtyp u bë kaq e vogël. Nëse unë do hap kapakun, shisha do zgjerohet direkt. Do shkojë në formën e vet.